paktën 29 fëmijë dhe të moshuar kanë humbur jetën nga uria në ripin e Gazës gjatë 2 ditëve të fundit, bëri të ditur ministri i shëndetësisë i autoritetit palestines Ramadan. Lajmi vjen ndërkohë që ofensiva ushtarake izraelite ka rifilluar me intensitet të shtuar, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 52 personave të tjerë që nga agimi i ditës së dieshme. Situata humanitare në territorin e rrethuar vijon të përkeqësohet, megjithë përpjekjet për të futur ndihmë. Sipas zyrës për koordinimin e çështjeve humanitare të OKB-s, rreth 90 nga afro 200 kamion me furnizime ushqimore dhe mjekësore kanë hyrë në Gaza, por shpërndarja e ndihmave mbetet një sfidë për shkak të pasigurisë, rrezikut të plaçkitjeve dhe koordinimit të vështirë me autoritetet izraelite. Mjekët dhe organizatat humanitare kanë paralajmëruar prej muajsh për përhapjen e keq-ushqyerjes në Gaza, ku furnizimi me ushqime është i kufizuar dhe çmimet janë rritur ndjeshëm. Mbyllja e furrave të bukës dhe mungesa e gazit për gatim kanë përkeqësuar më tej krizën. Vdekjet janë rezultati drejt për drejt i urisë, theksoi ministri Abu Ramadan, duke sqaruar se viktimat përfshin si fëmijë ashtu dhe të moshuar. Sipas një raporti të fundit nga klasifikimi i fazave të sigurisë ushqimore, rreth 71.000 fëmijë në moshën 5 vjeç në Gaza pritet të jenë të keq në mënyrë akute, me mbi 14.000 raste të rënda të parashikuara gjatë 11 muajve të ardhshëm. Ndërkohë që presioni ndërkombëtar ndaj Izraelit për të lehtësuar bllokadën në shëritur ndihmat që kanë filluar të arrijnë duken larg mjaftueshmërisë për të përballuar krizën në rritje.